Do të vazhdojmë dhe për disa minuta të flasim në emisionin Urbanika të ditës së sotme për historinë. Për historinë e shqiptarëve të një shekulli më parë dhe konkretisht në këtë pjesë të tretë të emisionit për disa minuta, ndërsa në fund do t'i rikthejmë edhe një herë historisë që lançuam në fillim të emisionit Urbanika, pra atë që deklaroi babai i 3 fëmijëve, Qamil Çerpja, që mendohet sipas tij se 3 fëmijët e tij janë në paskuqan të izoluar në banesën e tyre pasi deklarojnë se dhunohen nga nëna e tyre. Ne do të presim të kontaktojmë pikërisht me fëmijët në fjalë për të mësuar prej tyre se si është e vërteta, ndërsa këto minuta do t'i shfrytëzojmë për t'ju rikthyer historisë së Shqipërisë së një shekulli më parë, dhe në këtë pjesë do të flasim pikërisht për 27 firmëtarët e aktit të shpalljes së pavarësisë së kombit shqiptar, nga 40, pra 27 për tyre i përkasin pikërisht besimit musliman. Fillimisht do t'ju ftoj të ndjekim një insert i cili na para përgatit për të diskutuar pikërisht për këtë temë. Midis shumë figurave të nderuara politike të kombit shqiptar, të cilët punuan për pavarësinë e Shqipërisë, dallojnë edhe figurat e besimeve të ndryshme fetare në Shqipëri. Ashtu si nga feja katolike apo jo ortodokse, edhe nga feja muslimane ka pasur disa personalitete shqiptare që dhanë kontributin e tyre në ngritjen dhe ndërtimin e shtetit të parë shqiptar. Të tillë kanë qenë Vebi Dibra, Sherif Langu, Ali Korça, Ismail Ndroqi, Ibrahim Repishti, Ibrahim Dalliu, Gjemal Naipi si dhe Kadri Prishtina. Këta hoxhallar luftuan që në ditët e para të rilindjes kombëtare, krahas intelektualëve e politikanëve të kohës. Së bashku me ideologun e shquar Rilindja Sami Frashëri, ishte edhe Axhi Zeka ai që rroku armët për ta vënë në jetë bashkimin e vilajeteve shqiptare në një. Së bashku me Ismail Qemal Bej Vlorën, ishte Vebi Dibra që ngriti flamurën në Vlorë e luftoi kundër serbo-malazezëve. Po ashtu, edhe në mbrojtjen e Shkodrës nga serbo-malazezët, ishte Ibrahim Repishti, Sabri Murshati e shumë hoxhallar të tjerë që morën armët dhe i dolën në mbrojtje. Nga 40 firmëtarët e pavarësisë, 27 prej tyre ishin musliman, 11 ortodoks dhe 3 katolik. Emrat e tyre gjenden edhe në deklaratën origjinale të shpalljes së aktit të pavarësisë më vitin 1912. Midis tyre dallon Vebi Dibra i lindur në Dibër, biri Miftyu të Dibrës së Madhe. Mësimet fillestare dhe ato të mesme i kreu në Dibër, ndërsa studimet e larta në Stamboll. Pas diplomimit menjëherë kthehet nga Stambolli në Dibër, ku e emërua Mifti. Më 1909 mori pjesë në Kongresin e Dibrës, ku u zgjodh kryetari i kongresit, ndërsa më 1912 mori pjesë në Kuvendin e Vlorës si përfaqësues i Dibrës së Madhe, i cili firmosi vendimin e pavarësisë me siklën në turqisht Vebi Dibra. Ai u zgjodh kryetari i pleqësisë si dhe nënkryetari i qeverisë. Jam ndërkohë në studio me Roald Hysan, i cili është përfaqësues i Forumit Musliman Shqiptar. Përshëndetje, zoti Hysa. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta përsëri. Po flasim për historinë sot në këtë të premte në emisionin Urbanika, për ta zbutur pak a shumë tematikën e ditëve të rënduara të javës ku kemi folur për dhunën ndaj grave, për fëmijët e rrugës e për shumë tematika të tjera. Ndërsa flasim për historinë, një pjesë e saj është shkruar edhe nga përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, siç janë edhe besimtarët musliman. Në pamjen e pam Vebi Dibrën, i cili është një nga personat kryesor që ka firmosur aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, bashkë me figura të tjera të njohura të Shqipërisë asaj kohe, të vitit 1912, në krye Ismail Qemali, apo jo? Po, është e vërtet, domethënë. Haxhi Vebi Dibra është një nga eksponentët kryesor të shpalljes së pavarësisë dhe njëkohësisht një nga mbështetësit kryesor në ato momente si figurë fetare që ishte, madje me një vendim të tij, është sepse si figurë fetare ai ndikonte në jetën e njerëzve të asaj kohe dhe kishte ndikim shumë të madh, me një vendim të tij është miratuar edhe flamuri dhe është ndërmarr e gjithë kjo histori, le të themi, në bashkëpunim me Ismail Qemali, që kuptohet që ishte një figurë politike e shquar shqiptare asaj kohe, por që kishte një background osman, kuptohet që sepse kishte një karrierë në Perandorinë Osmane.
Përmende 27 firmëtar të aktit të shpalljes së pavarësisë nga 40 pra që kanë qenë, të cilët kanë qenë pikërisht besimtar dhe aktivist në fakt në Shqipërinë e asaj kohe të besimit musliman. Po, nga këto firmëtar, pra nga numri që i përmendet ju të paktën kemi gati 2/3 e kësaj pjesë të parë pra të pavarësisë. Kemi dhe përveç Haxhi Vebi Dibrës, kemi dhe Veli Haxhin, përfaqësuesin e Gjirokastrës, që ka qenë hoxh dhe duket edhe nga fotografia sepse ai mban një çallm karakteristike për hoxhallarët dhe për dietarët musliman të asaj kohe. Po ashtu kemi dhe nga Tirana përfaqësohej Hafiz Ymer Sollaku, i cili është një figurë e njohur e Tiranës së asaj kohe, madje nipi vet është një nga kirurgët më të mirë që kemi ne sot, pra Agim Sollaku, shefi kësaj onkologjikut këtu te onkologjiku. Pra kemi një figurat muslimane janë shumë të përhapura dhe të mirënjohura të asaj kohe, të cilët e mbështetën këtë pavarësi. Ka dhe shumë figura tjera, që nuk kanë qenë thjesht hoxhallar, por kanë qenë të besimit musliman. Ndërkohë regjia do të na ndihmojë të shohim pikërisht edhe nga pamjet se për cilët personazhin jemi duke folur sot. Por janë jo vetëm ata që kanë marrë pjesë në aktin e shpalljes së pavarësisë, janë edhe figura të tjera të njohura që kanë dhënë kontributin e tyre në ngritjen e kombit shqiptar apo jo. Po, ka shumë figura. Po të përmendim figurat që ishin në Vlorë, mund të kalojmë edhe në rang lokal, për shumë siç ishin në Tiranë ka qenë Hafiz Ismail Ndroqi, i cili ka ngritur flamurin Tiranës së bashku me Hafiz Dalliun, ka qenë Hafiz Ali Podgorica në Durrës, që së bashku me një grup dursakësh të tjerë, patriotësh të tjerë dursak, e ngritën flamurin në Durrës. Në Shkodër një vit më mbrapa është ngritur flamuri me shumë vështirësi, për shkak se në ato momente Shkodra ka qenë rrethuar nga forcat serbo-malazeze dhe ka qenë ka marrë pjesë një seri e madhe hoxhallarësh të cilët kanë luftuar me armë ato ditë, si Hafiz Ibrahim Repishti, Hafiz Sabri Bushati, të cilët më vonë kanë qenë mbas vitit 1920 dhe shpalljes të shtetit të ringritjes së shtetit, pra tashmë shteti independent shqiptar, ka marrë pjesë edhe në parlamentin e parë shqiptar. Pra kemi goxha figura të cilat kanë dhënë kontribut të ndjeshëm politik dhe adetar. Një karakteristike e veçantë e tyre është se edhe në jetën e tyre sociale kanë qenë edhe mësues dhe kanë qenë partizanët e alfabetit me gërma latine, siç ka qenë Hafiz Ali Korça, i cili ka qenë për një periudhë të caktuar rreth 2-3 vjet, ka qenë këshilltar në Ministrinë e Arsimit për çështjet e arsimit. Dhe më pas vet Hafiz Ali Korça ka qenë edhe një nga themeluesit e medresës së lartë në Tiranë. Tash po shohim Hoxha Katri Prishtinën, për shembull, që jo pa qëllim u inkuadruar në gjithë në shtetin e ri shqiptar të 1920-s si ministër i drejtësisë, ishte me origjinë nga Prishtina, prandaj njihej edhe si Hoxha Kadri Prishtina, një figurë tepër e spikatur, pra dhe vetë që shteti independent e mbajti gjallë qoftë politikisht, qoftë shpirtërisht, qoftë adetarisht, pra i mbajti këto figura dhe madje dhe një nga prefekturat veriore të vendit në atë kohë quhej prefektura e Kosovës. Pikërisht për të mbajtur gjallë këtë frym. Dhe madje edhe kjo u reflektua edhe në strukturat e komunitetit musliman të asaj kohe, sepse edhe vetë muftiu i asaj zone njihej si muftiu i prefekturës së Kosovës. Pra me këtë titullim, pra kemi një vazhdimsi edhe në luftrat e ndryshme që janë zhvilluar për territoret shqiptare. Po. Këtu kujtojmë këtu Hafiz Sherif Langun që siç na e thot një nga bashkosit e vet Ismail Strazimi, kujtimet e cilit janë votuar së fundmi
shumë tashti vonë, i cili e kujton që Hafiz Sherif Flangu është një nga organizatorët e rezistencës kundra